حي على الفلاح. إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سلك طريقهم واقتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد فلندرojmë Allahun e madhruar o te bareke wa taala për çdo të mirë me të cilën ai neve na ka nderuar. Hamd dhe falenderim Zotit ton që shi për këtë lartë madhërisë së Tij. Hamd dhe falenderim Zotit ton I cili me këtë Islam na ka nderuar dhe nga njerëzit e tjerë me fjalen La ilahe illallah na ka privilegjuar. Hamd dhe falenderim Zotit ton për çdo frymëmarrje të cilin e marrëm dhe çdo pikë uji të cilin e pim dhe çdo hap dhe lëvizje të cilin e bëjmë në këtë dynja, në këtë jetë sa t'jem. Hamd dhe falenderim Zotit ton I cilin e ka ruajtur këtë Islam deri në këtë zaman dhe na ka bërë të lirë të flasim dhe të veprojmë me emrin e të madhit Allah te bareke wa taala. E të mirat e Zotit janë të shumta wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nëse përpiqeni me I numërua nimetet e Zotit të juaj, nuk keni me arritur o ju njerëz. Pastaj bim salavat dhe selam bi Muhammed Mustafan sallallahu ta'ala alaihi wa sallam I cili të rjetën e Tij çdo frymëmarrje ja kushtoi të madhit Allah, vetëm për Allahun jetoj, vetëm për atë punoj dhe krejt jetën për fjalen La ilahe illallah e kaloj. Alayhi salatu wassalam I cili u përpigja të rjetës së Tij që ky ummet të jetë sa më I bashkuar, të jetë sa më I fort në dinin e të madhit Allah, të jetë sa më unik ummet musliman, të ketë unitetin dhe gjematin parim të Tij, mos të dalë dhe mos të largohet nga gjemati uniteti muslimanve, sepse sa do me qeni I fort, sa do me qeni I fort ai që ndahet prej muslimanve, ai që largohet prej unitetit të muslimanve, e han uki atë, në realitet e han shejtani mallkuar atë, sepse uki që shkar në hadith pejgamberit alayhi salam e han delen e ndar prej tufës së deleve që largohet prej çabanit bariut të tyre. Pastaj të nderuar vëllezër musliman,
Kemi folur për rolin e madh, rëndësinë e madhe që ka xhamati, uniteti i muslimanëve, vllazërimi i muslimanëve me qenë musliman unik, dhe se ky islam na nxit shumë që ta kultivojmë këtë unitet, e ta ruajmë këtë unitet sikurse sytë e ballit që i ruajmë Zotën. Edhe ky është kuptimi i hadithit pejgamberit alayhis salam, të cilin e kemi cekur më herët, se muslimanët, krejt muslimanët janë sikur se gjymtyret e një trupi, një trup, por i përbër prej shumë gjymtyresh, apo sikur se një muri i bukur me pa, ai është një, por në realitet është i përbër prej shumë tjegullave. Edhe ummeti islam është një, por në realitet është i përbër prej shumë individëve, dhe prej kësaj shoqërie të madhe, e se cili prej nesh jemi pjesë e ati muri të fortë, e asaj kalaje të fortë, dhe aty trupit të madhe të fortë, ku çdo pjesë e trupit e cila angazhohen të gjitha pjesët e tjera të trupit, nuk janë rahat, pa qenë rahat krejt trupi. Për ndryshe, e Allahu na ruajt me qenë ndryshe, nëse muslimant nuk janë unik dhe të bashkuar, atëherë runa Zot dhe për të në fillim i shejtani i mallkuar, e pastaj i frymëzon dëshmont e dinit, i frymëzon dëshmont e dinit Allahut të madhruar, të cilët shfrytëzojnë çdo mundësi dinin e Allahut për ta luftuar e musliman nga fjala la ilahe illallah dhe nga praktikimi i fjalës së Allahut me i larguar. Nëse muslimanët nuk janë unik dhe të bashkuar, secili pushtetar që vjen krye dhe ka një tro pushtet, ka për të shfrytëzuar autoritetin e tij, për të quar në vend urrejtjen e tij, që e ka ndaj evlijave të madhit Allah, armiqsinë e tij që e ka me Allahun e madhruar, kufrën dhe mendje madhësinë dhe inatin e tij ndaj të madhit Allah, që e ka në zemrën e tij, mundohet me qua në vend. Ai Allahut nuk ka çka i bën la ilahe illallah, e as islami nuk mundet me dëmtu, por mundohet muslimant me i pengu fjalen e Allahut mos me ndëgju. E vjen atje ai cili ka sa do pak pushtet dhe me rguxim e uarrënën muslimanëve xhamiat, apo luan me hallin dhe me dertin e muslimanëve, e i pengon me marrë dhe me ndërtu xhamit, ndërsa vjen ai tjetri atje dhe i ndalën motrat me shku me mbulis në shkollë, respektivisht i përzen prej shkolle, pse e kanë një shamin krye, e vjen ai tjetri atje dhe e ndalë ezanin, se po e pengon kin se ezani atë, dhe të tjerë po i pengoj ka fjala la ilahe illallah, dhe krejt këtu dhe shumë të tjera që ata synojnë, e nuk e di ma ka me ilan Allahu i madhruar apo jo, për me i qua në vend, mundohen të implementojnë dhe të realizojnë në mes të muslimanëve, dhe në një shoqëri ku hiq ma pak se 96% e që i bie shumica absolute e këti populli janë që thonë la ilahe illallah dhe luan me ta, krejt kja për faktin se musliman nuk janë ata që kanë desht me qenë, apo që është dasht me kanë, nuk e kanë unitetin dhe gjematin e tyre të fortë, për ndryshas që kishin guxu me ndru, se lemu me fol, e lemu me veprue, e haptazi me dal edhe fjalen e Allahut me luftu. Andaj uniteti dhe gjemati i muslimanëve është për më rëndësi, a i ka qenë me rëndësi gjithmonë, por është me rëndësi në këtë zaman në veçanti, ne të punojmë të bashkuar, për me që fjalen e të madhit Allah lartë për të me jetuar, sepse ne jemi bindur, dhe kështu e kemi kuptuar, se jeta jo nuk ka kuptim në asë një mënyrë,
vetëm se me fjallën la ilahe illallah, vetëm se me islam, vetëm se me namaz, vetëm se me xhamia, vetëm se me ezan, vetëm se me bismillah, prej që të qohemi në mëngjes e deri sa të vi me fjet. Për ndryshe jeta për ne nuk ka kuptim. Kuptimi i saj është kur tiktaket e zemrave tona rahin për fjallën la ilahe illallah, e atyre dëshmonëve të dinit Allahut. Në kofshi gjallë ju, apo ata që janë pas jushë, me emrin atë Allahut kanë mungien ta, sepse atë s'ka njeri në këtë dunia që i shpal Allahut luftë e i lufton evlijat e Allahut, e që nuk është luftë me Allahun, e që nuk ka me dënue i madhi Allah në këtë dunia, para se me qitë dhe me silë para vetë vetës së ti, e me jashin shejue dënimin e randë. La ilahe illallah. Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, inna Allahe le yumli lidh-dhalimi idha akhadhahu lam yuflithu. E pastaj e lezoj ajetin Kur'anor, wa kadhalika akhdhu rabbika idha akhadha al-qura wa hiya zalima inna akhdahu alimun shadid. Allahu i madhruar e shtyn, e afatizon zullumçarin, kriminelin i cili lufton dinin e të madhit Allah, e shtyn e afatizon. Nuk është kusht me ndëshkuar me njëherë, por kur të vije hidhërimi i Allahut, kur të zbret dënimi i Allahut, nuk ka kusht që shpeton. E pastaj e lezoj ajetin e lartë përmendur, dhe ja, kështu është dënimi i Allahut ndaj atyre që bënën zullum, inna akhdhahu alimun shadid. Me të vërtet ndëshkimi i Zotit është i rand, është i ashper, është i papërballueshëm. Allahu adhasht hakin ja Rabbel Alamin. Allahu adhasht hakin atyre që me zemrat e tyre dhe me gojet dhe duaret e tyre dhe me veprat e tyre e urrejnë dhe luftojnë dinin e të madhit Allah në këtë vend dhe kudo qofshin në botë, ja Rabbel Alamin, e na ruajt prej sherrit tyre dhe çdo sherri, ja Rabbel Alamin. E kjo nuk është tjetër vetëm se edhe një stimulim dhe një forcë e madhe për të qenë edhe më punëtor dhe më të vyshëm dinin e të madhit Allah. Zaten sa herë që është luftuar këtë din, sa herë që janë shtrydhur këta musliman, këta vetëm sa i kanë qelur syt më shumë, vetëm sa janë forcuar më shumë, vetëm sa janë kapur për litarit Allahut më shumë, vetëm sa e kanë përqafue Kur'anin dhe Sunnetin më shumë. Andaj jo se kjo na pengon, Zoti mos e dhash, sepse ne kem besuar Zotin hak, e kem besuar Kur'anin hak, dhe siç tham më herët, ne kemi kuptuar sekretin e ardhjes tonë në këtë dunia, urtësinë e ardhjes tonë në këtë dunia. Ajo është që ta adhurojmë Allahun e madhuruar, pavarësisht me ezan apo ezan, me xhamia apo xhamia, në liri apo në burg, ne nuk do të pezullohemi dhe nuk do të tërhiqemi, hasha Zoti mos e dhash, nga qëndrimet tona, bindjet tona, me jetue vetëm për Allahun e madhruar. Allahun na mundsoft jetojmë për te, ja Rabbel Alamin, derisa të jem gjallë dhe në fund të vdesim me fjallën la ilahe illallah. Allahu aposhtroft intrigat e atyre zullumçarve, kushdo qofshin ata, të cilet atu kurtha i përgaditin për muslimant.
Allahu ambrapst atyre, ja Rabbel Alemin, e o aktheft mbi kokat e tyre dhe familjet e tyre, ja Rabbel Alemin, e neve na forcoftën din, ja Rabbel Alemin, Allahumma amin. Po vëllezër musliman duhet të jenë unik dhe të bashkuar për atë arsye i madhi Allah Azza wa Jall dhe shariatin në përgjithësi, legislatura islame ka ndaluar çdo mas preventive e cila mund ta thej apo ta dobësoj unitetin dhe xhamatin e muslimanëve, sa për ilustrim ka thonë i madhi Allah Azza wa Jall në suratul Hujurat, ja eyyuhalladhina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu خيرا منهم ولا نساء من نساء على عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أن يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Në këto dy ajete të surës Al-Hujurat, Allahu i madhruar na edukon dhe na mëson se si të ruhemi prej shumë dukurive negative, të cilat njerëzit zakonisht i numërojnë të vogla, por kanë peshen e madhe njëherë të i madhi Allah Azza wa Jall, sepse numërohen gjunahet të randa dhe si dyte kanë peshen e vetë, efektin ansor të madh në përqarjen dhe thyrjen dhe plasaritjen e unitetit të muslimanëve, të cilin unitet e synon Islami prej fillimit e deri në fund. O ju musliman, mos i nënçmoni, mos u tallni me të tjerët, pra runi ju hajgareve të tepruara, mos u tallni me njëri tjetrin, në veçanti gjinia femërore, sepse ato tallen më shumë me njëra tjetrën. Pastaj mos e thërni njëri tjetrin me emra të cilët e urrejnë muslimant, por thërnë njëri tjetrin me emra të cilët i dojnë ata apo i pëlqejnë. Ruajuni para gjykimeve, mos mendo keq për vllaun e për motrën, por mendo mirë, edhe 70 arsye mundohu me i kërkue justifikime, se ndoshta ka pas këtë qëllim, ndoshta atë qëllim, ndoshta ka dasht me thonë ashtu, ndoshta kështu, derisa në fund nuk gjen asnjë justifikim dhe prap në fund thuaj nashta ka gabuar, Allahu e fal, e mos paragjikon ndaj vllaut dhe ndaj motrës. Rujuni o ju musliman, rujuni për gojimeve dhe zilis dhe shpifjeve ndaj njëri tjetrit, sepse përgojimi është si kurse me hanger mishin e vllaut tën për së vdekuri. Fekerihtumu, ju vërtet e urrejni një gjatë të tillë, pa thot Allahu, nuk ka njeri në dynja që mund të bëj një gjatë të tillë. Andaj mos e ha mishin e vllaut tën për së gjalli, mos e përgojo vllaun, la ilahe illallah, sepse hin gjunah te i madhi Allah së pari, dhe si dyti nëse ndëgjon vllau, e ai ka me ndëgjue, nëse ndëgjon vllau, i zbehet dashuria ti ndaj teje, dhe zbehet dashuria jote ndaj ti, dhe kështu me radhë, dhe vije deri te plasaritja e unitetit të xhamatit të këtij ummeti islam, dhe kështu pastaj fillon edhe me urrejtur, dhe dikur uruna Zot edhe pajton me gjetën ndonjë e keqe, jo që shkon me ndihmu, por Allahu na
para ruajt ndoshta dhe gëzohesh kur e gjen diçka dhe atë më nuk ka hajër. Andaj muslimani duhet të jetë i sigurt dhe i qetë nga goja dhe dora e çdo muslimanin këtë dynja. El muslimu men salima al muslimun min yadihi wa lisani, ka thënë alayhi salatu wassalam, muslimon i vërtet, hakikat, i denj, i sinqert, që ato që dën Allahu i madhruar, është ai që krejt muslimant e kësaj dynjaje janë të qetë dhe të sigurt, janë rahat prej gojes dhe prej dorës së tij. Nuk flet keq për ta asnjëherë, nuk i përgojon dhe në shpifë, nuk i mallkon të tjerë dhe nuk ju bën zullum me dorën e tij asnjëherë në asnjë mënyrë. Në këtë mënyrë ruhet uniteti dhe bashkësia e muslimanëve. Dhe jo vetëm kaq, por Allahu i madhruar te bareke ve taala na ka ndaluar që të ikemi polemikave sa më shumë që është e mundur. E ne jemi një popull ku bajagi kemi marak polemikat dhe atë shumë herë edhe pa njohuri dhe pa dije i qasemi polemikave dhe ngatrohemi me njerëz. E kjo natyrisht e them unitetin dhe i plasarit zemrat mes muslimanëve, andaj duhet me ik sa më shumë. Thot Allahu i madhruar: wa atiu Allaha wa rasuluhu wa la tanazau fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru inna Allaha ma'as sabirin. Mos diskutoni shumë mes vete, mos debatoni shumë mes vete, sepse mund të përqaheni. Kur të përqaheni, atëherë do bësoheni, e kur do bësoheni vjen Johan uku i madh, që është duke tentuar na hongër neve uku i madh. Allahu na ruaj prej çdo ujku dhe çdo shejtani dhe çdo sherri, ja rabbel alamin. Për atë arsye Resulullah sallallahu alaihi wasallam në një hadith të ëmbël dhe të shtrejt, e krejt hadithet e tij janë të ëmbla sepse ai vetë është i ëmbël dhe atë goje ka të ëmbël dhe prej gojës së tij nuk del vetëm se ëmbël, dhe kështu do të më qenë çdo musliman prej gojës së tij me dal vetëm mjalt, me fol ëmbël. Thot ky i bekuar alayhi salatu wassalam: ana zaimun bi bejtin fi rabat al-janna men taraka al-miraa wa in kana muhiqqan lahu. Unë ja siguroj apo jam garantues për një pallat në skaj të xhenetit për atë i cili e lën polemikën me dikend, edhe nëse ka të drejt, e lën për hatër të Allahut, e lën për hatër të vllaznillakut, e lën dhe i largohet për hatër të ruajtjes së unitetit mes muslimanëve. Wa bi bejtin fi wasatil janna liman tarika al-kadhiba wa in kana mazihan. Dhe unë ja garantoj apo ja siguroj një pallat në midis të xhenetit atij i cili e lën gënjeshtrën, edhe nëse bën hajgare nuk e ka përime. Wa bi bejtin fi a'la al-jannati liman hasuna khuluquhu. Dhe jam garantues për një pallat të madh lart në xhenet për atë i cili e ka moralin e mirë. La ilaha illallah. E morali i mirë nuk ka peshojnë këtë dynja që e mat. E morali i mirë i ngërthën vetën e vet çdo cilësi të mirë dhe e largon dhe e zhduk dhe e tret çdo vëzëdukuri negative që nuk ja vlen me pas muslimani mes veti. Po vëllezër musliman, këtu janë disa pika dhe mbesin shumë të tjera të cilat në nxisin dhe në stimulojnë që të ruajmë këtë vllazëllak dhe këtë unitet, sepse i madhi Allah Azza wa Jall që është dënë me na pa neve bashkë në këtë ditë madhe gjumas në një namaz pas një imam i krejt të bashkuar edhe me trupe edhe me zemër, dënë i madhi Allah
që edhe jashtë xhamis, edhe në shtëpi kur jemi, edhe në rrugë, edhe gjithkund dhe çdo vend të jemi të bashkuar, ani pse herë jemi larg me trup, por të jemi afër me shpirt, të jemi afër me ndjenja, të jemi afër me dua dhe me lutje dhe me ndihmë, qoftë edhe nga largë dhe me stimulim ndaj njëri tjetrit. Allahu na ruajt këtë vllaznillak, ja Rabbel Alamin. E na shtoft edhe më shumë, Allahu na boft më të bashkuar se sa që kemi qenë dhe na mbrojt dhe na ruajt nga çdo ves i shejtanit të mallkuar dhe çdo argat i shejtanit të mallkuar, i cili mundohet me na dobësuar apo me na luftuar apo me na dal para dhe nga praktikimi i dinit Allahut me na penguar. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Pastaj të ndëruar vëllezër musliman, bini istighfar për vetveten tuaj dhe istighfari është mesele e madhe, la ilahe illallah, sepse krejt ajo çka ndodh negativisht është rezultati gjunaheve tona, edhe përçarja është rezultati gjunaheve tona, dhe në vetë është gjunah i joni. Andaj me istighfar dhe kërkemi falje të i madhi Allah, e tërhikum rahmetin e Allahut azza wa jall. E kur vije dhe bie rahmetin bine, Allahu na fal dhe na mshiran, Allahu na ruan nga çdo intrig. Allahumma ighfir lana ya Rabbel Alamin. Bi istighfar për vetveten teme dhe juve dhe për krejt musliman. Astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin al mu'minin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.